Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Ditët e fundit janë tmerrsisht të ngarkuara, me ngjarje nga spaku, të cilat ju lutem të mbajmë qetësi dhe të jemi të qartë për të realizuar emisionin. Të ngarkuara me ngjarje nga spaku, të cilat kanë trazuar thellësisht politikën shqiptare, të dy skajeve, të dy krahave. Pasi gjykata kushtetuese bllokoi përkohësisht pezullimin e Ballukut, SPAK me njerë kërkoi imunitetin e saj, përcaktuar në mas aresti në shtëpi ose në burg. Pra, sapo gjykata kushtetuese veproi, nuk i priti ditët, por operoi me njerë në një, si duket si zëmërat. Nga ana tjetër, një hetim i madh prakshin ka çuar në masa sigurie disa persona. Ndërkohë, ditën e sotme, opozita është përplasur me gardë në parlament, ku për të kundërshtuar betimin e Endrit Shabanit si avokati i popullit. Endriti shkoi aty, u betua dhe në betime sipër puthi dhe njëherë opozitën, puthi fort preç, opozitën me për shumë prezueshmësi për votat që i kishte dhënë për të bërë avokati i popullit. Ishte një puthje në formë falënderimi. Opozita e shpresoi qëndrimin sot për shkak se parlamenti do të hapet në datën 19 të muajit që vjen, të muajit janar, pra do të jemi gati fiks një muaj më pas, dhe u bë shumë e ashpër. Aty gjendja shkurt u bë ashpër, se ashpërsitë kanë filluar dhe të mos durohen tani, edhe nga palët që i bëjnë, u bë shkurt pak, por u realizua kjo ashpërsi dhe u larguan, domethënë, me idenë që tani ka filluar lufta. Vazhdimisht edhe në studion tonë, liderët të ndryshëm kanë ardhur që kanë thënë lufta sapo filloi, kur ka mbaruar një luftë një tjetër. Për të gjitha këto do të flasim bërmen e sotme. Të ftuar në studio janë Klodiana Lala, gazetare, drejtuese në shënjesë në News 24. Klodi, faleminderit. Pres Zogaj, faleminderit zoti Zogaj, Denis Dynjaja, faleminderit, dhe Andi Bushati, faleminderit shumë. Në lidhje direkte, unë do të kem avokat Ilir Gërdupin, i si do të më ndihmojë për thjesht për arsye procedurale. Mirëmbrëma, faleminderit avokat. Siç na kanë ndihmuar dhe herët e tjera, do të përpiqesh nga ndihmosh edhe sot për shkak se ne kemi edhe shumë paqartësira, se kur vepron një konsil disa gjykata, prokuroria pastaj vepron gjykata, sot ishte prapë një gjykatë për gjykatë e shkallës dytë për Ballukun, pa la në pritje, qëndroi në pritje për të pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. SPAK-u nuk e priti etj, pra kemi një, si thua, një konfuzion, një përplasje të cilën ne, mendjet që kuptojnë shumë dhe nga jurisprudenca, edhe nuk kuptojmë, kështu që ti do na shpjegosh. Tani, falenderoj që jemi në mbremen e sotme. Përpara se ne të fillojmë, do të kemi një sinkron nga parlamenti sot. Ta ndjekim. Projekt ligji për licencueshmërinë, ligji numër 16/2018, ligji për vullnetarizmin, pika 5 sipas Sot në rend dite kemi nga Kuvendi i Shqipërisë zgjedhur avokati i popullit zoti Endrit Shabani. Ftoj zoti Shabani të futet në sallë. Zoti Shabani. Betohen. Suksese në fundit të marrë. Fillojmë me çështje sipas rendit të ditës. Duket që opozita nuk do ta zhvillojmë seancën, ju lutem hidhni në votim propozimin tim për të kaluar me njëherë në votim. Ju lutem numëroni kartonat. Ndërpresim diskutimet, kalojmë në votim. Fillojmë me votimin e akteve. Neni 1 pro, kundër abstenim miratohet, neni 2 pro, kundër abstenim miratohet, neni 3 pro, kundër abstenim miratohet, neni 4 pro, kundër abstenim miratohet, neni 5 pro. Pra ishte një sinkron të nderuar të shikuesin, e kishim përgatitur për parlamentin. Nuk ishte gjatë, po dhe parlamenti ishte shumë i shkurtër si kohë, sot u bë shumë pak, u bë kjo, si thash në formë revolte të madhe, u revoltuan aty njerëzit shumë, kishte revoltë të madhe,
ndezën dhe disa fta ka danë, që doli të më thënë tym dhe të ndryshimi fortë, dhe tani për një muaj, ndoshta ndizem prapë, dhe të shojmë. Pra, në këto skena pamë, dhe ndërkohë, si që vutere, u betua Endrit Shabani, si avokat i pollit në kohë opozita, pasi dha firmat të bëri këtë luftës, si që thamë. Keni një koment për këtë që ndodhi sot sa më të shkurtër dhe të qartë, që edhe populatat mos mërzitet të preç. Këto skena ne kemi parë shpesh, skena me flakadan, me blokim seansës, me sa kuptuaj ishte një improvizmi, ishte një skenim për të ndaluar betimin e avokatit popullit, apo jo? Po. Jo tamam, po jo tamam. themi. Ishte edhe në kuadrin që do kishte pushim të gjatë. Gjithë parulla që sillni Ballukun, sillni Agazin. Nuk u morën, nuk tha njeri hiqni ose sillni Endrit Shaban. Kishin me këta të dy thua ti. Ishte një paka shumë, edhe kjo, se kjo doli, s'paku kështu në pamjet jashtme. Sillni Balluku do shkojë nesër, nuk s'kan që ku ta sillin kështu në seancë ka procedura. Ndoshta e than gabim që e kërkojnë, po këtë kërkojnë se kishin me Endrit Shabani, kjo me pak fjalë ishte një skenim, mendoj unë, si analizoj unë, i një mini proteste, ku virtualisht morën dhe disa karrige ministrësh, morën virtualisht i top pushteti për pak minuta, si me thënë, për t'ua paraqitur si model, si pas mendimit tim, si analizë politike, ndjekësve tyre për protestën e ardhshme, që kanë me datën 22, ku e kanë. Pra për të galvanizuar, si me thënë, situatën, ndjekësit për një protest, duke dhënë shembullin se si duhet jetë. Këto gjëra opozita i ka bërë dhe më parë, dhe mund t'i bëj, por në rastin e sotëm, që si qëndrojmë të kjo që thotë Bushati, dhe ajo është në fakt, Balluku do jetë nesër, dhe më thëmë, do jetë nesër në komision, hetimet tjera po vazhdojnë, gjithë problemi ylli është se opozita, Partia Demokratike, nuk është më aktor në këtë luft, në këtë betej. Ta flasim më vonë, se munu? Sepse është, si me thënë, nuk është aktor të një, po përpiqet... Nuk është aktor, sepse aktor tani është vetë Spaku. Ajo nuk është aktor, jo se deputetet e saj nuk kanë bërë përpjekje, nuk kanë bërë detyrën, po është blokuar nga konflikti interesit me kryetarin e Partisë Demokratike, i cili është vetë i hetuar për një çështje tjetër pritet të shtirur si person që ka djeni për ngjarjen që është 21 janari, pra ka shumë probleme vetë me Spakun, vetë ai është pozicionuar si një armik i egër i Spakut, pra institucionet që po i bën këto punë, po i bën këto hetime dhe po i çon drejt finalizimit këto hetime, nga kjo pikpamje, do të thënë ajo është zhurma atyre për fat keq, apo dhe protesta atyre, është e destinuar të mos lejë gjurmë për këtë shkak, sepse ka shumë hipokrizi, do të thënë ka shumë hipokrizi në këtë betej, duke qenë se kryetari tyre është në këtë pozicion. Pra, e konsideron Spaku një organizat kriminale, pra institucionin që e bën këtë punë, dhe do ta bëjë këtë punë, se s'ka kush e bën tjetër. Jashtë Spakut, lufta kundër korrupsionit mbetet pastaj një retorik foltorësh, siç e kemi parë për shumë vite. Pra në nivelin e retorikës, lufta kundër korrupsionit nuk ka dhënë dhe nuk jep rezultat. Kurse jep rezultat kur drejtësia merr, heton, gjen prova, i vërteton ato i qenë gjykate kështu me radhë. Denis, ti si e mendove këtë, që e pedani, ditë në fundit të këtij vitit, parlamentit? Ja, po shkëllë tani pamjet fakt, se di pse mua asociua me ato pamjet e deputetëve Ukrainas, kur i morni futën në kazan e plerave, nëse e kujtoni, po këta nuk arrin dot që të shkojnë deri te ky momenti, edhe duket sikur grinden po me vetë. Edhe kjo e komplikon pak situatën e protestës, sikur e kufizon, duket sikur po merren vetëm me veten, ja, po ta vësh re, deputetët majorancës në vete, ka një lloj izolimi, frustrimi që nuk të çon aty ku duhet. Pra protesta nuk po arrin atë qëllimin, ka një ngërç. Megjithatë, revolta është
e nevojshme sepse tregon që gjërat nuk janë në rregull. Kjo pikpamje pastaj gjetja mënyra këtu s'ke çasu se Flaka Danët i kemi pa, Berisha është në habitatin e vet në këtë lloj raporti me parlamentin, kështu që këtu s'ka lajm themu përveç këtyre pamjeve që do përdoren edhe për Portugalli, besoj që ata aktorët do i përdorin me siguri për vitin e ri. Po nuk është kjo pjesa qesharake. Mendoj që pjesa qesharake është që opozita po flet me shumë vonesë, me shumë udesh që të fliste Spaku, me emra që për shembull fillonte opozita të fliste për Ergyes Agasin, pra ishte ngërç, ishte frikë, ishte padijësi e opozitës, ndërkohë që Spaku është organizata kriminale për opozitën, e cila po i çon faktikisht opozitës një lloj peshqeshi politik që s'po di ta përdori. Më shumë se sa kaq Spaku nuk mund t'i bëjë opozitës, edhe pse nuk besoj se e ka qëllim politik Spaku këtë. Pra gjithë këtë operacion të madh në ndërhyrje që po i bën pushtetit, nuk besoj se e ka qëllim që t'i bëjë bonus opozitës, po opozita duhet të kthejë në bonus politik këtë gjë. Unë mendoj që kështu, do të kthesh sot në këtë ditë Endri Shabanin në refren, më duket gjëja më qesharake. Pra e para një herë që i jep personalitet publik, politik, më shumë se ç'duhet një peshe si Endri Shabani që bën këtë gjestin që u bë sot edhe meme, besoj edhe foto e ditës. Kështu që ç'a të them, opozita më duket e mjerueshme në sjelljen e saj me gjithë to bonuse që ka nga Spaku, nga ky Spaku që është organizatë kriminale. Bushat? Tani, pse unë mundova ta korrigjoj ato që dëgjova deri tani, se nuk ishte Endri Shabani, se përmendi njëri me gojë Endri Shabani. Dhe ne mund sillemi këtu si njerëz ufo që s'kuptojmë gjë, po unë para se të vija... Jo, ne pasaj do s'bresim të dy emrat që ata lakuan. Unë e kam ndërtuar një sekund vetëm që ndoshta ti e pak me vones ja qartësoh. Unë e kam ndërtuar emisionin në këtë mënyrë, i kam përkushtuar disa minuta ditës fundit parlamentit të vit. Për atë po flasim. Çfarë ndodhi sot parlament? Aty, po, pikërisht pra. Dhe dy kolegët thanë paka shumë çfarë ata mendonin. Që opozita u mor me Endri Shabani, kur opozita nuk tha gjysmë fjalë për Endri Shabani. Unë e kam veçuar. Pse tha asnjëri? Nëse ty të duhet ta thuash kështu, jo, po të duhet ta thuash kështu thue, por unë, një minutë. Unë kam ndërtuar shikoj, një minutë. Unë kam vendosur një strishë, po shfrytëzon atë që i përjep Spaku, tha. Kam përdorur një metaforë, një strishë pak ironike, për të thënë që një njeri doli aty dhe puthi opozitën. Ti tani duhet të kuptosh që mere me mendë do t'i ketë bërë e dramës kjo, qa do t'i ketë puthur pasi puthi dhe opozitën për atë, po e dramën që e zgjodhi. Dhe unë e veçova këtë për thënë që se shikosh ndodhi, tani doli a ju votu aty. E kam shkëputur këtë si moment, jo se do flasim, unë dua që të flasim për këtë gjë, pak minuta, pasaj ne do zbresim... Ore, sot opozita është sjell, thoni ju karagjoze, thoni vetë përsëritse, thoni çfarë doni, por kaq karikatur nuk ka qenë për Endri Shabanin, ka qenë për Belinda Ballukun dhe këtë Agasin. Dhe që mos bëjmë tani teatr kot, para se të vija këtu, pash 3 media ndërkombëtare, ku e di unë, Telegrafin anglez, Fox Newsin thoshin parlamenti shqiptar në flak, se një e pandehur nuk dorëzohet. Ky që titulli, ne tani themi u dojq parlamenti për Endri Shabanin, dhe thonë njerëzit pas kanë lytë mëndsh, në qoftë se i servirim këtë gjellë që se për pas njeri. Po kush e tha? Shikoj, të sjarojmë dhe njerë. Me që Bushati kërkon ka padurimin për të spostu sa më parë, unë... Spostojnë më jo. Tani Edi Rama, ja po të pyes ty tani unë, pasi pyeta dy kolegë. Edi Rama s'qenë kuvend fare. Mori një institucion, po dëgjoj për atë bëj pyetjen, ki durim tani. Ajo ishte pjesë e seancës. 9 muaj ti ke lindur, 9 muaj fiks më vlla, nuk ke qenë 7. Jo 8 kanë dalë. 8, po 8 quhet. Që di si, po prandaj kam ngel kështu e. 8 është pak e vështirë. Prandaj ta ho. Tani Edi Rama mori një institucion që me traditë i takon opozitës, disa të zbrisnin këtu unë. Përse do vallë? Nuk i mjaftojnë të gjitha këto që ka. Absurd. Dua të them këtë gjë dhe të ikim pastaj nga kjo. Pse duhet të marr patjetër çdo institucion edhe kur nuk ka ndonjë rëndësi shumë të madhe? Mori dhe këtë, pse i duhet? Se mund të ishte avokat i popullit i opozitës.
Po absurdi ishte... Nuk është se e gjende gjithë qeverin, për këte e ngrita beta këtu unë. Filoti tani të thënë të fjallet dhe kolegët edhe e Klod Lala, po deshi dhe e mbyllim të pjesë. Asë një presë, jam fix me ty i the gjitha. Jo, thuet Ka e ti. këtë frazë kam dhe unë, që nuk i duaj, po e mori. Si duhet tani kjo? Kjo Nuk i s'ka duaj, logike. e mori. Apo jo, zotin. Ajo ishte absurde. Sepse i duhet kjo, ka që madhe. Ja i ka çdo gjë. Edhe prishje një tradite që është krijuar, një kishte precedent për gjithë avokatet e popullit që janë zgjedhur deri tani, që janë lënë më të drejtë opozitës, sepse krijon një lloj kundërparti, si thonë. Ajo është një marrëri për mendimin tim. Dhe edhe mund protestonin, pavarësisht se nuk ishte seanca për Edhe sot, po FSHF-n mund do të ta merrte, protestonin. më shkruan dikush preç. E. Në që servici do s'ka dash marrë dhe FSHF-n. Po ja lak ti dukës pëse, ja? Po. Po. Oke, avokati popullit nuk është aq pa gjë, se ka ndikim tek emërtesat e institucioneve drejtësisë, me që duhet japim një kontekst edhe kësaj gjës, po nuk besoj se ka qenë me patjetër qëllimi. Po me që erdhi, mirë se të vi, thot Rama, edhe nuk është se lë gjë Edhe se tani ata e hodhën 35 firma dikur. E ka fshesën me korrent gati për këtë gjë, kështu që edhe me që Endri Shabani ishte i gatshëm të futej të rjeshti i Ramës, u fute, mori, kështu që këtu s'ka lajmë, mendoj unë. Do të thënë, ishte një kombinacion ku ju përgjigj edhe opozita, ndoshta me gafën e vet, a me kompleksin që u shfaq më mbrapa që na fali çik se firmosëm, po se dinim që duhet firmosim, po na falni pse e firmosëm, kjo pak rëndësi ka, ngjarja ndodhi, nuk zhbëhet më, edhe kjo vazhdimi me gjykatën kushtetuese tani duket edhe më qesharake që do e çojë PD-ja gjykatë kushtetuese, sepse ky aty nuk ka antikushtetuese në fakt. Dhe të çosh po heqim përveç se çka mund kemi ne me personin, mund ta trajtojmë personin vetë sa duash. Ideja që Rama merr gjithçka dhe kur nuk i duhet është tani nuk. Kjo s'kishte. Po çfarë bëjmë, mos ta marri, ta lej, ta falje. E ka thënë ai, unë marr dhe 140 deputet, po Milan. E ka thënë, më është i qartë ai, komplet. Vazhdonte traditën që ka Shqipëria prej vitit. Po ja dash për opozitës, firmosi opozita, thot ai, se mora me Do zor. firmosi tërhoqen firmat për njerën dhe vazhdojnë. Si tërhoqen, këta janë njerëz që s'kuptojnë çfarë bëjnë. Pra këta kur firmosin, ka përgjegjësi apo jo, se i kemi delegu pushtetin? Po është muhabet që i kaluar, por kanë thënë firma për shumë veta. Atëre janë pendu për njërin, që do të thotë ajo vazhdojmë me tjerët. Dy fjali vetëm. Dy fjali e. Mua më la një shit të hidhur shumë me thënë drejtën, betimi i Zotit Shabani, sepse na erdhi në mesin tonë edhe në politikën shqiptare si njëri që vinte me parime të reja jashtë të politikës së vjetër, do silte njërisi e tjera me radhë, në fakt u bë pjesë e kazanit të madh politik, në këtë aspekt doli më i vjetër se sa të vjetrit, kështu që në këtë aspekt edhe në qoftë se kam parë ndonjëherë me një lloj ndjesie që po mund të ishte njëri që mund të ishte në politikë, domethënë për mua i ka humbur gjitha shanset njëre për gjithmonë për të ardhmen. Sa i përket opozitës, ndaj të njëjtin qëndrim si Dunjaja, që opozita në fakt ka bërë një autogol të madh duke patur një sulm frontal ndaj prokurorisë posaçme dhe sot që prokuroria e posaçme po jep disa mundësi të arta në dorë, duke dërguar në akuzë Belinda Ballukun, duke goditur një grup kriminal në Akshi që është, besoj, një ndër aferat më të mëdha korruptive në dekadën e fundit dhe nuk e shfrytëzon dot për shkak edhe të qëndrimit që ka mbajtur më parë për shembull zoti Berisha dhe vijon ta mbajë në raport me Spakun. Për post problematikave që mund të ketë Spaku vetë. Kështu që këto dy janë momente që unë shikoj. Pastaj pjesa që opozita kërkon që aty të jetë Belinda Balluku është në drejtën e vet legjitime dhe do duhet të jetë kali betejës së Partisë Demokratike. Nuk e di, besoj që po, procedura e parashikon. Ka procedura parlamentit, do paraqitet një herë. Atere, pastaj po, unë them të ikim a këj moment dhe të zbresim të çështja kryesore, një nga dy çështjet kryesore që ne kemi që sapo i përmendi zonja Lala. Sot apeli i GKK-s vendosi për masat e sigurisë ndaj Belinda Balluku dhe varësve të saj. Zonja Lala, çfarë vendimi u mor? Qartë, thjesht, ja thua popullatës. Fakt është pak i koklavitur me thënë drejtën se dhe juristët janë të ndarë. Atëherë, gjykata e juristin do a pyesim vonë. Po. Tani, unë po flasë si njëri që kam raportuar nga edhe që merr vesh me nga ligji. Fillimisht, masën e pezullimit nga ushtrimi i funksionit publik për zonjën Balluku, pra nuk e lejonte të ushtronte funksionin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, dhe kjo është masë e karakterit ndalues, ndërkohë caktoi një masë të dytë, ndalim për të dalë jashtë vendit që është masë e karakterit shtrëngues.
Ju e dini që me njëherë pas këtij vendimi, zoti Rama ju drejtua në cilësinë e kryeministrit si subjekti pa kushtëzuar, në emrin e tij nominal vuri në lëvizje gjykatën kushtetuese dhe mbledhja e gjyqtarëve vendosi që të ngri efektet e vendimit të gjykatës së posaçme vetëm sa i përket pjesës së pezullimit nga ushtrimi i funksionit, sepse për masën shtrënguese zoti Rama nuk kishte pretendime. Dhe riktheu në detyrë zonjën Balluku me 5 vota në favor të kryeministrit dhe 3 vota kundër. Shumica mendonte që pezullimi i zonjës Balluku mund të sillte problematika në qeverisjen e vendit. Ndërkohë Pakica, që janë 3 gjyqtarë karriere, ishin të mendimit që nuk mund të hiqej pezullimi, përsa kohë që duke hequr pezullimi, në fakt, ata mund të minonin dhe të krijonin problematika në hetimin e rastit. Po flas, pra nisa nga gjykata e posaçme te kushtetuesja. Ndërkohë, nga gjykata e shkallës së parë, që nga momenti që gjykata e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dha vendimin, deri në momentin që gjykata kushtetuese vendosi për pezullimin e pezullimit, dhe është pak e koklavitur, zonja Balluku për shkak të afateve që i jep ligji dhe që duhet ka afate të prera qartë nga ligji që duhet i drejtohej apelit, në apelin e posaçme ajo kundërshtoi të dyja masat e sigurisë, si pezullimin nga ushtrimi i funksionit, ashtu edhe masën shtrënguese të ndalimit për të dalë jashtë vendit. Edhe dy varësit e saj, Gentian Gjyli dhe Erald Elezi, kundërshtuan masën e arrestit në shtëpitë caktuar ndaj tyre nga gjykata e posaçme. Gjykata e apelit, në një seancë që zgjati 3 orë dhe që ka patur një debat shumë të fortë mes palëve, debat të karakterit juridik, të kuptohemi, jo debate të formave të tjera, në kuptimin fyri apo tjera, ka pas debat të karakterit juridik, gjykata e apelit të posaçëm vendosi të disponoj për lënien në fuqi të vendimit që ka të bëjë me ndalimin për të dalë jashtë vendit për zonjën Balluku, pra pasaporta e zonjës Balluku vijon të jetë e bllokuar dhe ajo nuk mund të dalë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në asnjë rrethan, përveç se në raste të jashtëzakonshme kur vetë prokuroria mund ta autorizojë daljen e saj që varet arsye shumë madhore. Ndërkohë, vendosi të pres për pjesën që ka të bëjë me pezullimin nga ushtrimi i funksioneve, vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese po, në datën 22 janar është seanca plenare publike, por jo domosdoshmërisht mund të merret atë ditë vendimi. Pasi mbyllet seanca plenare publike, gjykata kushtetuese merr kohën e vet për ta shpallur vendimin. Dhe çfarë ndodh në rastin konkret? Gjykata e apelit tha sot që unë nuk mund ta shqyrtoj këtë pjesë të vendimit, për sa kohë që ka një vendim të ndërmjetëm nga gjykata kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese ka vendosur ta rikthejë në detyrë zonjën Balluku, derisa gjykata kushtetuese të vendosë është ose janë përputhje me kushtetutën kjo mas, unë si gjyqtare e apelit, sepse ishte gjyqtare vetme Miljana Muça, quhet trup monokratike, do të pres disponimin e gjykatës kushtetuese. Pra kjo ndodhi në apel. Nëse isha i qartë për ju edhe për publikun. Nuk u morë në një vendim dhe mas për këto arsye që ju... Jo, të lutem, nuk e kuptuat. Atëherë, gjykata e apelit të posaçëm la në fuqi masën e ndalimit për të dalë jashtë vendit, pra la të bllokuar pasaportën për zonjën Balluku. Dhe zonja Balluku nuk mund të lëviz jashtë territorit të vendit. Sa i përket pjesës së pezullimit nga ushtrimi i funksionit, ligji thotë që gjykata ku ka një vendim të gjykatës kushtetuese, gjykata e pezullon çështjen derisa gjykata kushtetuese të shprehet në themel. Pra nuk mori kisha fjalën një vendim thelbësor. Po në fakt vendim thelbësor, fakti që ndaj zonjës Balluku ka një masë shtrënguese, siç është ndalimi për të dalë jashtë vendit, kjo legjitimon dyshimet e arsyeshme të bazuar në prova. E kupton? Atakoj vetëm pjesën të cilën nuk e ka konsideruar dhe shqyrtuar gjykata kushtetuese. Pra atakoj vetëm pjesën e pasaportës, kufizimit lëvizjes. Po ndërkohë, një aneks vogël. Zoti Gërdupi. Fal, ta them dhe këtë që t'jap kuptim. Kjo bllokimi i pasaportës është kohë se me dash ikën nga Kosova rahat, edhe mund t'ikesh edhe nga Maqedonia rahat, siç dalin e hyn shumë njerëz. Ose mund të hapet tim si thuaj dhe ikë. Edhe është një muhabet kot, pa hajt, po e quajmë sigurisht është një mas kufizuese. Ari në ilegale thotë. Po nëse do t'ikësh ikën tani nga komune, po s'problem. Tani, avokat. Sipas vendimit gjykatës kushtetuese, SPA ka shpresoi qëndrimin e vet pas vendimit gjykatës kushtetuese për pezullimin e pezullimit. Çfarë ishte? Pezullimin e nga ushtrimi i funksioneve. Nga ushtrimi i funksionit. Dhe me njëherë pak, ndryshe nga që veproi sot gjykata e apelit, e cila mori një vendim tjetër, do pres gjykatën kushtetuese për këtë,
SPA ka shpresoj qëndrimin e vetë dhe kërkon heqjen e imunitetit të Ballukut, që pastaj të kërkoj masë arestin në shtëpia po tjetrën. Së pari, është ç'është për ju masa për pezullimin nga ana e SPA-k, se ne nuk jemi takuar gjatë kohës dhe një kësaj mase, dhe së dyti, pse një masë me ashpër, një kokë me njerë e SPA-kut? Çfarë mund ta justifikoj një masë më të ashpër? Duke filluar nga pyetja juaj e dytë, zoti Rakipi, ashpërstimi i masës mund të ndodhi vetëm në momentin që nga dhënia e masës së parë ka pasur veprime nga ana e personit në hetim ose pandeurit, të cilat janë në cënim të asaj mase, ose ka bërë një tjetër vepër penale, ose ka bërë një tjetër veprim i cili cënon ligjin edhe parimet e kodit procedurave penale. Pra, do duhet që nga ana e zonjës Balluku të jenë marrë veprime që ose shkelin masën e sigurisë së dhënë më parë nga gjykata, pra ndalimin dalin nga shtetit ose ketë ushtruar detyrën, ose ajo të ketë marrë veprime që ose pengojnë prishin prova, ose tenton që të largohet jashtë vendit, ose ajo tenton të bëjë një tjetër vepër penale që është më e rëndë ose e barabartë me veprën për cilën ajo akuzohet. Po kjo duhet të jetë ndodhur mbas dhënies së masës, sepse në momentin që prokuroria ka cilësuar që ka qenë mjaftueshme masa e ndalimit daljes jashtë vendit, kur është dhënë masë e karakterit sigurimit personal, masë karakterit shëngues, nuk mund të kërkoj një masë më të rëndë nëse nuk ka pasur një ndryshim të këtyre kushteve. Dhe kjo nuk mund të vi për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese, siç është një lloj perceptimi që mund të ketë ndodhur për këtë arsye. Do duhet që prokuroria e posaçme ta argumentojë se çfarë kushtesh kanë ndryshuar nga momenti i dhënies masës së parë, përse do duhet një masë e dytë. Po, së pari, pyeta edhe për masën për pezullim. Ç'ishte në konceptin tuaj kjo masë? Për shembull, protesta e qeverisë ishte shumë e madhe. Në këtë pikë pamje thosh që është një rast i pandodhur në botë. Në botë rezultoi që kishte pas raste në vendet Afrikës, mos gaboj që kishin pas raste të ngjashme, por padyshim që nuk rezulton në një rast në Europë që kishte një rast ekuivalent. Duhet të themi që është një rast pa precedent të vendimi një antarit të kabinetit nga ana e gjykatës, pra ky Ministri francez i drejtësisë, institucion e martesës, por që problemi është që është pa precedent edhe që gjykata kushtetuese pezullon një vendim të shkallës së parë me karakter shtrëngues. Ne kemi patur raste në të cilën është pezulluar vendimet e gjykatave nga gjykata kushtetuese, por kur janë ndjekur 3 shkallët e gjykimit, pra është ka shkuar në shkallë parë, apel edhe gjykatë të lartë, dhe më pas gjykata kushtetuese mund për të shmangur pasojat e vendimit mund të ketë urdhëruar pezullim, por padyshim që ky është rasti i parë në cilin jepet një pezullim për vendim të shkallës së parë, dhe prandaj dhe sjellja dhe vendimarrja e apelit sot është ka pikpamje juridike krejt e habitshme, sepse gjykata duhet të shprehet për të gjitha objektet e kërkimit. Pra, nëse ankimi thoshte që unë ankohem për 2 masat e dhëna, qoftë masa dhe masa ndaluese për ndalimin në ushtrimit funksioneve publike, gjykata duhet të ishte shprehur për të dyja ose të kishte pezulluar gjykimin të plot deri në të vendimarrje kushtetuese. Pra gjykata thonë ju avokatë duhet ishte shprehur edhe për pezullimin. Gjykata e apelit. Duhet ishte shprehur edhe për pezullimin, gjykata e apelit, ose thoshte që prap në kuadër gjykatës apelit mendonte që masa është e drejtë dhe pastaj ato efekte vijojnë ose nuk vijojnë, ose do duhet të shprehej që mendonte kishte një vendim të ndryshëm nga gjykata e shkallës parë dhe ta rrezonte. Po pezullimi i tij edhe të mos shprehet ndërkohë që është ka pezulluar ka marrë vendimarrjen për veprimet e tjera, nuk gjen një rregullim të posaçëm në kodin e procedurave, është një situatë ambigue nga pikpamja procedurale, që kjo ngelemi ajo cilën zonja Lala bën referencë më shumë është kur është vetë gjykata që pezullon gjykimin edhe çon një çështje në gjykatë kushtetuese kur është rast kontrolli incidental, pra kur një ligj është në kundërshtim, gjykata mendon që ligji është në kundërshtim me kushtetutën. Si jemi para këtij rasti, avokat? S'kemi lidhje fare me kontrollin incidental. Po si jemi fare para këtij rasti, se po flasim me gjuhë juridike, nuk kemi fare përpara këtij rasti. Kontrolli incidental shkon në gjykatë kushtetuese, gjykata i drejtohet kur 2 norma
bien ndesh me njëra tjetrën dhe kërkon mendim nga gjykata kushtetuese. Por nuk jemi përpara këtij rasti. Jemi përpara një rasti tërësisht të ndryshëm. Po, në rastin konkret nuk parashikohet pezullim dhe nuk parashikohet asnjë lloj vendimari sepse nuk ka pas as precedent ligjor, as precedent përparshëm praktik. Po, por amas ka pasur precedent as për gjykatën kushtetuese në lidhje me pezullimin. Dhe ky vendim i gjykatës së apelit të posaçëm sot, kishte përderisa s'ka patur raste. Atëherë, po avokati po gatron detyrë kontrollin incidental që e dërgon vetë gjykata me një rast që është i pari i kësaj natyre, që ne nuk kemi patur asnjëherë. Pra do të thotë, kjo është një vendimari që sigurisht do të shkojë në gjykatën e lartë sepse zonja Balluku do ta dërgojë me rekurs, do të shkojë sërish në gjykatën kushtetuese sepse zonja Balluku do jetë edhe në mos shkojë për pezullimin, do të shkojë për masën e ndalimit për të dalë jashtë vendit, kështu që kjo është një çështje që ky vendim i drejtë ose jo do ta vlerësojnë gjykatat më të larta. Kishte drejt për drejt për ju, pastaj avokati, para se të kalojmë te opinionistët. Çfarë ndodh? Një zhurmë normale për shkak të lidhjes live, zoti Rakipi, kështu që vazhdo me pyetje. Falë se unë nuk marr vesh me këto zhurmat mirë dhe... Jo. I dhe drejtime futen shina, Klot. Jo, futen shina për këtë lloj zhurmë, kupton. Tani, Zyela, pse kërkon SPAK të Masnaj Ballukut, çfarë ka ndryshuar nga pak ditë më parë, kur kërkua pezullim nga detyra dhe ndalim pasaportës? Çfarë ndryshimi kemi? Që kërkon Tani, avokati Gërdupi e nisi pak fjalinë dhe unë do ta nis pikërisht për fakt, duhet të ndryshojnë rrethanat. Atëherë SPAK pretendon me të drejtë ose jo ta gjykojnë analistët, por SPAK pretendon që nga momenti i parë që zonjë Balluku e kishte të pandehur për tenderin për tunelin e Llogaras dhe në nënhetim për tenderin loti 4 Unaza e Madhe, pretendon në kërkesën dërguar kuvendit për leje për të arrestuar zonjën Balluku se ka gjetur prova dhe fakte, të cilat e implikojnë atë dhe po heton edhe për 7 procedura të tjera tenderuese që lidhen me të gjitha lotet e Unazës së Madhe. Dhe gjithashtu, thot për herë të parë SPAK, po heton zonjën Balluku edhe për një procedurë koncesionare, por duke qenë një hetim i qelur rishtas, nuk jep detaje sa i përket procedurës koncesionare, por këtë detaj SPAK mund ta sqarojë përpara komisionit ose Këshillit Mandateve dhe Imuniteteve në momentin që antarët, pra deputetët 5 të mazhorancës dhe 5 të opozitës, mund të kenë interes në lidhje me procedurat koncesionare. Së dyti, SPAK thot, duke qenë se zonja Balluku u rikthye në detyrën e mëparshme me vendim gjykatës kushtetuese, pra me vendim të ndërmjetëm. Dhe aty janë të gjithë personat të cilët ajo i ka vartës apo i zhvartës në mënyrë të drejtë për drejtë. Këta persona ekziston rreziku që të intimidohen apo friksohen nga ana e zonjës Balluku dhe në një rast prokuroria e posaçme përmend dhe citon që disponon përgjime, nuk e sqaron nëse janë telefonike apo përgjime ambientale, që zonja Balluku sipas tyre ka intimiduar një vartëse për të mos dëshmuar kundër saj në prokurorinë e posaçme. Pra pak a shumë si rasti i dosjes së Veliajt, kur një prej vartëseve të Ajola Xoxës ju mor telefoni, ju ndrua telefoni dhe ju kërkua të mos dëshmohej. Si te avokati tim, jemi në një rast tjetër këtu. Po, por atëherë, sërish nuk ishe i vëmendshëm zoti Rakipi. SPAK pretendon që ka përgjime të cilat, sipas tyre, kanë bërë ose kanë bindur prokurorët, dhe këtë ta vlerësoj gjykata, se vlerësojmë ne, se zonja Balluku konsiderohet e pafajshme si çdo qytetar derisa gjykata të provojë të kundërtën, por thotë që ka dyshime të arsyeshme, por edhe përgjime të cilat i kanë bindur prokurorët që ajo ka intimiduar njërën nga vartëset e saj për të mos dëshmuar përpara prokurorëve ose për të tërhequr për ato çfarë ka thënë. Pra këto dyja janë momentet dhe tjetra, prokurorët thonë që ka ndryshuar situata me rikthimin e saj në detyrë, disa nga dokumenta që lidhen me procedurën koncesionare, që ne nuk e dim cili nga koncesionet po hetohet, është e pamundur thot të mblidhet i gjithë dokumentacioni plot, nëse zonja Balluku është në detyrë dhe mund të krijojë dëmtime apo mund të shkaktojë dëmtime të provave. Pra këto janë shkaqet dhe rrethanat që pretendojnë prokurorët, ndërkohë që avokatët e zonjës Balluku pretendojnë krejt të kundërtën. Ata thonë që SPAK-u i ka mbledhur tashmë të gjitha provat, zonja Balluku është e hapur për hetimin, është duke zbatuar vendimin e gjykatës, kështu që në këtë aspekt të vijoj të qëndroj në pozicione që ajo ka, sepse pretendojnë që këto pozicione janë të mbrojtura nga imuniteti për shkak se sipas tyre, neni 103.3 e Kushtetutës parashikon që sipas tyre mandati i deputetit barazohet edhe me postin e të qenit si antar i kabinetit qeveritar. Pra këto janë pretendimet pro dhe kundër të gjithë çështjes. Okej,
Atëre, avokat? Lidhur me këtë që tha. Në lidhje me pretendimin e parë që sa i takon veprave tjera penale, zakonisht kur ndryshohet masa e sigurisë është kur janë vepra penale të cilat janë bërë pas masës së sigurisë. Pra, nëse do ishim strikt te ky argument, do duhet ishim që procedurat e tjera tenderuese ishin bërë pas dhënies së masës së sigurisë, ose SPAK ishte vënë në dieni për to procedura pas kësaj mase sigurie. E njëjta gjë blen edhe në lidhje me intimidimin e dëshmitarëve. Pra, nëse kjo ishte një provë e cila, nëse gjithmonë ekziston dhe kjo do vlerësohet edhe nga anëtarët e komisionit e Këshillit Imunitetit dhe Mandateve, sepse janë ata të cilët marrin provat konkrete të cilat prokuroria duhet të depozitojë në kuvend për të treguar që ka prova për heqjen e imunitetit dhe më pas të hartojnë raportin që do kaloj për të miratuar në kuvend. Pra do duhet, nëse ky pretendim ekziston, do duhet gjithmonë që të jetë i bazuar në prova të cilat janë bindëse për prokuror. Deri tek këto dy pretendime janë totësisht të drejta për sa kohë që janë të provueshme përpara deputetëve të kuvendit dhe më pas përpara gjykatës. Ndërkohë që unë nuk bie dakord në lidhje me pretendimin nëse kjo ketë ardhur si pasojë vendimare së gjykatës kushtetuese, sepse do kishim një rast konkret në të cilin një person pretendon që ka shkelje të drejtave kushtetuese, ose në rastin në fjalë konflikt kompetencash midis dy institucioneve, praktikisht kryeministrit dhe prokurorisë posaçme, tek këto shkelje të drejtave kushtetuese të vinin me një pasojë që është rëndimi i pozitës, sepse jemi duke kaluar nga masa më e ulët, që është ndalim për dalje jashtë vendit, tek arrestin me burg, e cila jepet vetëm kur nuk ka asnjë shkak tjetër. Pra, nëse argumentimi i SPAK-ut është që me që gjykata kushtetuese neve na pezulloi, kemi ne kërkuam diçka që s'është e drejtë. Gjykata kushtetuese na ndaloi të kërkonim këtë, ne po kërkojmë elementin tjetër, këtu jemi në një vendimarrje që në mos nga argumentimi ligjor, të paktën nga një sens i të drejtës kushtetuese është një rëndim i pozitës së personit kur ai po kërkon një të drejtë tjetër. Do ishte barazvleshme si një person, një pandehur të ankohet të bëjë ankim në gjykata apelit dhe gjykata apelit të japi një vendim që e rëndon pozitat e tij kur nuk ka patur ankim nga ana e prokurorit. Pra, nëse ka vërtet prova në cilat vërtetojnë që ka të tjera vepra penale dhe ose intimidim të dëshmitarëve, përpjekje për prishjen e provave, dhe këto ka prova që do i paraqiten deputetëve, patjetër atëherë ka prokuroria e posaçme ka të drejtën e vet ligjore që të ketë këto pretendime dhe të kërkojë një rëndim të pozitës. Por nuk ndahem plotësisht në pjesën që vetëm kjo të lidhet vetëm me vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Por fakt s'është diskutuar asnjëherë kjo gjë. Mund të lexoj se nuk është diskutuar asnjëherë. Mediatikisht kemi thënë që kjo kërkesë vjen pas këtij vendimi, jo që janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Pra, mënyra e raportuarit nuk është... Dala argumentova atë çfarë thatë ju, nuk po them që kjo ka thënë, SPAK-u ka thënë këtë. Nëse do thoshte këtë, po i konfondojnë njerëzit me anë teknike, nuk do... Po pra, atëherë zoti Rakipi, mund të lexoj vetëm 2 momente të... Jo, po Denisi thotë që mos e rëndojmë shumë me anë teknike dhe... Jo, pa anë teknike, është shumë e thjeshtë. Na ikin njerëzit televizion tjetër. Jam bathin, e kupton? Mendoj unë, po tani moderatori, po them që po fillon teknikalitete do... Ore, mendimi tënd është shumë... Ore, mund t'jenë duke ngatruar më shumë në televizion tjetër e këthejnë ke ne. Do është, jemi në konferencë atere kush e ngatron në teknikalitete. Vetëm 2 pasazhe të shkurtra. Ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës. Sjellën në vëmendje se vazhdimisht gjatë gjithë këtij jetimi administrohen prova nga institucione të ndryshme, dokumentacioni kryesor gjendet pranë institucionit qendror që drejton vetë kjo shtetase. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë pyetën dëshmitar të ndryshëm si persona zyrtar vartës të kësaj pandehure. Gjendja e lirë të pandehurës paraqet rrezik real në mbledhjen e provave për shkak të detyrës dhe funksionit që ushtron si zëvendës kryeministër dhe ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë. Ekziston mundësia që mund të ndërhyjë dhe të ndikojë në prishjen ose asgjësimin e provave apo në krijimin e rrethanave që vështirësojnë mbledhjen e provave. Është evident fakti që tashmë e pandehura ka bërë përpjekje për të ndikuar tek dëshmitarët dhe konkretisht është përmendur rasti i intimidimit të një prej varësve të saj, e cila është gjithashtu e pandehur në të njëjtën dosje penale sa i përket tenderit për tunelin e Llogaras. Shiko, kjo është ka një kohë shumë të shkurtër. Vendimi i SPAK-ut vjen me njëherë siç për shembull kapen 2 fëmijë për të përplasur me një tjetrin dhe ti fut një problem dhe ai tjetri vetë prap i fut një grush me njëherë.
me një pas një sekonde, sepse kjo që është intimiduar, kjo zonja, që mendohet që është intimiduar në kohën që zonja Balluku, nëse ka ndodhur kështu, ishte e pezulluar. Se ajo nuk intimidua këto 12 orët e fundit, ku Spaku vendosi që të vendos mas të re. Pra, edhe në pezullim, pra, erdi mas tjetër e fortë, edhe në pezullim ajo mund t'i thërishte të gjithë punojnësit, edhe intimidon. Kjo rëndon pozitën. Këtë po të thotë prokuroria për të thjeshta. Jo. Po të themi gjë tjetër. Edhe në pezullim, ajo mund t'i thëriste. Këta dhe ti intimidonte. Më thjesht, a i përgjigjet masa në fakt efektit që parandalon intimidimin e dëshmitarin në thjesht. Dhe unë e bëjmë shumë logike se sa me terminologjin tuaj. A i shërben masa në fakt pasojës, kjo është pyetja. Rasti konkret, ajo ka qenë një vit në hetim, ja një moment, ajo ka qenë një vit në hetim, kishte kohë që të manipulon dhe dëshmitar, prova, gjithë tjerat. Ndërkohë, s'është vetëm ajo, është e kam thënë dhe herë tjetër, është dhe sekretarja përgjithshëm në dosje, që vazhdon të jetë detyrë të ushtrojë dhe detyrën, të ketë drejt firme. Po ajo nuk intimidon? Pra këtu ka një gjë që... Klientit gjithë lirë, ka një gjë që çalon në logjikën... Të lijen të vjedhin, dakord. Jo, ka një gjë që çalon në mënyrën... Tani të mbaroj. Nuk është kjo e kundërta e logjikës. Ndërkohë, mund ta interpretojmë kështu, dakord, edhe mund ta lejmë që të vjedhi. Po nuk është kjo logjika. Logjika është që ti një njeri që ke pasën e ti me ke lënë një vit. Tani, në këtë moment, ti adresohesh gabim njerë, me kufizik. Sa i the këtyre po merreni me detaje, o fute më në detaje... Jo, po themi gjë shumë thjesht fare. Yllje dashka me detaje. E kapën veshin kështu pra, e kishin veshin këtu, këtë që po bëjnë me komisionin e mandateve, pra me kërkesën e imunitetit, Ylli, mos bëjmë kakofoni, ta them pak. Me dyshimit Bushat dhe jo, se do t'i kthe përgjigje se... Po ja kthem dhe mas meje. Direkt ishte sulm. Po, e ëngrë ti do me thëmë. Jo, kujtes, jo sulm. Po kujtes tani, ja, po të them më shqipun ty, ta përgjigjesh ti. Spak e do në arrest Ballukun për shkak se ajo prish provat, apo është akmarrse pas procesit në gjykatën kushtetuese, pas i ndodhi kjo kushtetueses. Ja ti e analist, e pek të gjithë dhe dua këtë përgjigje. Nga mua. Nga ty dhe nga të tjerët. Tani, çfarë lexova unë? Po të gjithë më. Të gjithë burit e propagandës Ramës, djenë mëngjes i kishe veprimin natëshor i Spakut. Sikur Spaku është një trup me ndjenja, me emocione, me kështu. Por, edhe sikur tjetë veprimin natëshor i Spakut, bravo i qoftë, Spaku nuk është ashtë veprimi pari natëshor i pari që bën as i fundit. Por, për mua kjo nuk është një çështje juridike. Mbi të gjitha është një çështje politike. Në çkuptim politike. Çfarë bëjnë këta? Këta në fillim vjedhin zgjedhjet. Futen zyrë me votat vjedhura dhe thonë tani ne do vjedhin me tendera, me koncesione. Dhe kur ti kap thua bollor vodhe, thot, ti nuk ndalon dot se mua më ka zgjedh mandat populli. Dhe nga kjo buron gjithë kurthi juridik ku ne kemi rënë. Nga që Rama do ta mbaj Ballukun në detyrë si ai duten kryesore, thot, ky është puç shteti, do i drejtojmë gjykatës kushtetuese. Mbaron punë me kushtetuesen, jep drejt Ramës. Spaku, me këtë veprimin inatçor, çfarë bën? Thot, unë kërkoj imunitetin nga parlamenti. Klod, do i thuash? Se njëjta zhurmësh. E kuptoj tani, nuk ka... Kërkon imunitet nga parlamenti. Tani po ke munges fjallësh për të folur, Rama thot, mund të shtosh të zhurmës. Rama ka 10 vjetë që thot, ne s'bëhemi penges drejtsin. E bëri gafën Spaku, pra. I dha bonus Spaku. Qa do bëj Rama? Luj politikishit bëj autogol të vetja? E luajti Spaku gabim o Bushat, se i adresoj pezullimin, të kërkonte mandatin direkt, ishte ndryshe çështja. E vendoste te muri Ramën, që të merrte përgjegjësi politike. Mirë që vlerësojmë ne strategjinë e prokurorëve. Se vëndyshim, po ne mund ta komentojmë. E komentojmë, po se vlerësojmë ne. Se ne s'kemi letrat. Jo, po se po flisja unë nuk mund të bëni debat. Okej, na fal. Po thjesht për do me thënë. Që në kontekst. Tani, ky është thelbi i problemit dhe ne na servire debati juridik, pse? Se Rama do të vijoj të mbaj një hajdutën zyrë. Ky është thelbi, jo qa vendosi kushtetuesja, a duhet ti qet imuniteti tani, apo ta heqim janar, apo ta heqim dhjetor, pse veproj Spaku 2 ditë dhe jo pas 10 ditësh, këto janë detaje.
Fakti është kemi një kryeministër që thot, mu më kanë votu shqiptarët, unë kam marrë votat, dhe unë a i du t'i mbajnë zyrë se shqiptarët ma kanë dhënë këtë mandat. Dhe pastaj Spaku, i gjendur në këtë presion, me metodat që di vetë, qa bën? Fillon zjerë këto letrat. Dhe qa shofim ne këto letrat? Që Balluku i thot këti drejtorit rrugëve, oreja dhe lekët ati ndërtusit Carlos, se Carlo na duhet se para zgjedhjeve boton ato sondazhet që nxjerr Ramën me 80%. Oreja dhe tenderin këti tullacit që e puth Rama në kokë, se lekët e këti shkojnë për fushat. Pra, është fiks ajo që diku Rama e ka thënë i pari, vjedhin zgjedhjet për të vjedhur Shqipërinë dhe vjedhin Shqipërinë për të vjedhur zgjedhjet. Dhe ne, për mos i thënë njerëzve këtë të vërtet, kaq bazike dhe kaq thjesht, themi, jemi në kushtet e një grushti shteti, po vidhen kompetencat e kryeministrit, kryeministri del në zyrë për ditë për të vjedhë gjithë Shqipërinë bashkë me Belinda Ballukun, ne themi mos po i vjedhim në kompetencë Edi Ramës. Dhe na dëgjon shqiptari që hap televizorin dhe thot, ore që janë këta njerëz që ankohen, që Rama ka gjithë pushtetet dhe pas ka dalë dikush që po i vidh ka një pushtet Edi Ramës. Dhe do e shifni, pikrisht se do të vazhdoj të vjedhi, duke u mbështet ke mandatet e vjedhura, o ka për ta shtyn kalendat greke, o s'ka për t'ja heq imunitetin Belinda Ballukut. Sepse ky pushtet qëndron mbi vjedhjen dhe ata të opozitës, me që u kthym atje, për mu s'kam se hedhin më. Këtu duhet ngrihet opozita, o një grup qytetar që është më i besueshëm se opozita, dhe duhet kërkojnë gjykatë kushtetuese jo imunitetin e Ballukut, po nxjerrjen jashtë ligjit Partisë Socialiste si një bandë kriminale që ka nënt part statutit, do grabisim dhe brekët e çdo shqiptari. Çorapet, këpucët e vjetra, gjithçka që i ka ngelur. Do me thënë, okej, jemi okej, më kjo është gjykimi, shumë në rregull, ne për këtë punë të kemi thirrur, që na i thuash gjitha këto. Vetëm se ne avokatin do ta thresim të shpjegoj ligjërisht, se gjykata kushtetuese ka. Patjetër, dhe unë s'konkuroj me avokatin ligjërisht. Gjykata kushtetuese ka marrë një vendim. Prandaj ti e ke kombinuar kështu që ca thon ana ligjore, ca thon. Ti thua anë politike. Qartë. Jam shumë okej dhe unë për këtë punë të ka thirrur. Qartë, edhe unë për këtë kam ardhur. Po pra, dhe për këtë ka ardhur. Por avokati do thotë sepse gjykata kushtetuese ka marrë një vendim. Dhe nuk mund t'i ndajmë tani, nëse do t'i ndajmë që këtu vetëm Spaku është i mirë dhe gjykata kushtetuese është e blerë, këtu nuk shkon apo jo. Unë ta kam thënë gjithmonë që kushtetuesi është më keq, po dhe Spaku shumë keq. Mund të bëj një kështu polemik të vogël me Bushatin për tension bisede, si më thënë. Tani, kjo pjesa që ne e akuzojmë Spakun, që është më keq se sa gjykata kushtetuese, siç thotë Bushati, dhe Bushati shkon me logjikën e Spakut, nuk shkon. Është njësoj si logjika e opozitës, që gjithë ditën thotë Spaku organizat kriminale, në fakt Spaku është ai që po çon praktikisht ta njerëzit para drejtësisë, ne me Spaku më merrem apo jo. Pra Spakut po i referohemi, dum s'dum, keq apo mirë. Dhe unë s'jam dakord me mënyrën se si e ka bërë Spaku këtë, sepse Spaku ja dha bonusin politik Ramës. Spaku në vend që të kërkonte mandatin, nuk kërkoi mandatin në kuvend, po i ra gjatë, e pezulloi si zëvendës kryeministre, atëherë Rama politikisht luajti, pse mos luaj? Ja dhan vetë ato bonusin. A ja dhan pa dashje? Nuk e di. A ja dhan nga gafa e paditurisë? Nuk e di. I dhan një bonus politik, çfarë do bëj? Do e fali? Do e përdori, normal, deri në fund. Jo pra po flasim politikisht. Kurse pretencën popullore që ne e akuzojmë atë direkt, nuk e di çfarë neni mund t'i vënë, edhe si fajtore, unë nuk e bëj dot. Unë vetë se avokatin. Jo. Belindën e Ergys Agasin, ne po flasim si njerëzit që flasin nëpër lokale, po dalësh sot Tiranë, sa kishte vjedhë Belinda Balluku më burg. Po ai tjetri sa kishte vjedhë, ata meritojnë kokër të burgos. Po folum kështu, ne po flasim si njerëzit dindo, si kemi thënë asgjë njerëzve. Kjo është pretencë populiste dhe popullore. Pretencë populiste. Ne nuk jemi për pretencë populiste. Pastaj kemi dalë nga binarët e logjikës analitike. Kemi dalë te populli që thot çdo ditë njëjtat gjëra. Unë zgjedh pretencën populiste. Hajde mos e bëjmë të bashkë. Para legëve të Belindës, dakor? Po e vërtetojmë. Është vindarje e madhe kjo. O Bushat, para Spakut ti s'kishe një dosje që ta nxjerrë. Nxorre një dosje për Belindën di me fakte që ti thush popullit, o vlla, unë gjeta të dosjen dhe Belinda është hajdute. Kështu bëhet kjo punë. Ti e nxjerrësh ti lotin e parë, 2, 3 me fakte dhe po. Ke dhe drejtën t'ja bësh pretencën, edhe unë bashkë. Ja ke zotin Ylli që ka nxjerrë. Unazëm pra.
Aja kanë zjerë zotë Ylli Unaz. Nuk po them kush ja kanë zjerë, unë po them ti vetë që bën pretencën e ke këto, unë se kam do e kisha doja shumë, se do merja famë, po nuk e bëj dot të punë, me pretencë populiste pastaj është risk. Dhe me që se ke gjetur vetë, kur dikush ta plash syve, ti futesh poshtë tavolinë. Dikush është spaku, dikush spaku pra. Po ti po e thu spaku është, unë me spakun jam ndërkohë, unë jam me spakun. Ore, ndërkohë thu, o je me spakun o sjena. Ore, Saliu është dhe më i keq se spaku, po kur thot një të vërtet, unë i marrë të vërtetën, çdo me thënë, ti mund t'jesh kundër vetëm problemi është se di kur e ka të vërtetë Saliu, se thot vetëm gënjeshtra, kur thot vërtet se besojmë dot. Po pra, dhe tu ndajemi unë me ti, pra, ti ke zgjedhur te Belinda Balluku mos besosh. Unë kam zgjedh besoj, ti mbaj besimin të tolla. Jo, është prap interpretim, sigur janë 4 veta, 3 po pinë raki, njoni po e shef ata si pinë raki, se pranoj të. Unë po them ta presim që ta fajsojmë me fakte, po me populizma e dënojmë qytë tani. La list kishte der tani, po që do mbindin mbi këtë truar dhe belindist. Unë për vetës, ma do mëndja që hyke belindistët, hyke spakistët, po unë jam spakist, vla, le të dukem ty si belindist, po unë jam spakist. Spakist e pranoj me qef, me drejtësin e pranoj me qef. Dakord, këtë drejt. Preç? Shiko, si thonë asaj 5 fjalë për një pare, si është e shpreja, përgjigjen e sakt pyetjes që ke shtruar që përflasim ne, do ta marrim nesër edhe në seancën pastaj të hapur të parlamentit, ku gjithë edhe deputetët, po edhe publiku pastaj, do kenë rastin që të mësojnë provat, se këtu flasin provat, tjerat janë muhabetin hava. Provat justifikojnë apo se justifikojnë shpërsimin e masës së arrestit për Belinda Ballukun, do të ekspozohen publikisht. Deri tani dikush di gjë, dikush gjë tjetër, po kaq të sistemuar, sa që i ka spaku nuk i kemi ne. Thënë këtë, duhet të bëjmë një konsiderat që është në natyrës politike, si analistë që na ke thirrur. Jemi në një periudhë ku historia po përkulet nga drejtësia dhe kjo ka krijuar domosdoshmë një situatë që nuk e kemi njohur. Por, fakti është se kush për institucioneve është në punën e vetë. Spaku është në punën e vetë, heton. Gjykata GKK-oja është në punën e vetë, merë produktin e spaku. Gjykata kushtetuese është një institucion specifik, e cila, si me thënë, vigjelon mbi drejtet në përgjithësi, mbi drejtet e qytetarëve, ose zyrtarëve s'ka rëndësi. Dhe se cili vepron në bazë ligjit mbi cilin është të ngritur. Ne e konfondojmë, për mendimin tim, vendimi i gjykatës kushtetuese që hedh poshtë pezullimin e Belinda Ballukut për shku në zyrë, është një gjë tjetër, nuk ka lidhje me punën që bën spaku. Ka rrezu një vendim spaku, s'ka asnjë problem. Kjo është dialektika bashkëveprimit dhe sfidës së ndërsjelljes të institucioneve. Por spaku vazhdon punën, pra nëse spaku, në kuptimin e gjykatës kushtetuese, e ka tepruar tek pezullimi sepse ajo është deputete, edhe duke qenë, edhe është interpretim, 5-2 kanë dalë aty, 5-3 s'ka rëndësi, ajo është një vendim që nuk mund të pranohet, pavarësisht se si mund ta interpretosh. Kjo nuk do të thotë se spaku ndalon, se kjo është absurditeti. Sekond preç vetëm, pas presit avokati do të thotë në një fjalë të fundit nëse ka do të largohet. Sa të marrim, pra spaku, sa po të marrë preçi, spaku, zoti Ylli, vazhdon punën, sepse vazhdon punën e vet, nuk është indiferent, i hodhën poshtë një gjë për drejtat ose një interpretim për çështjen a duhet shkojë ajo në punë apo jo, është punë tjetër gjë. Vazhdon hetimin, vazhdon mbledhjen e provave. Dhe spaku, për mendimin tim, do ta bënte këtë që ka bërë, edhe nëse gjykata kushtetuese do të lindte në fuqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres nga detyra. Sepse spaku do përballej se s'bën me statusin e saj si deputete. Pra këtu gjithë historia ka të bëjë me statusin e dyfisht të personit në hetim, të zëvendës kryeministres. Po të mos kishte qenë deputete, as që bëhe fjalë që gjykata kushtetuese do pezullonte vendimin e spakut. Tani, duke qenë deputete, ka këtë edhe deputeti mbrohet, si me thënë nga ka imunitet, pra do shkonte se s'bën. Dhe një herë po në nënvizoj dhe të korrigjoj kushtet doje këtu. Edhe sikur gjykata kushtetuese ta lindte në fuqi vendimin e pezullimit të Belinda Ballukut, spaku e ka pas të pashmangshme në hetimin që po bën, që të shkojë tek
kërkesa që ka bërë për ashpërsimin e masës ndalimit sepse është deputete. Tani shkon si deputete, sepse nuk mund të vazhdoj në arsyetimin e vetë punën pa këtë procedurë. Kjo është ma thjesht se kjo s'ka ku të shkojë, si me thënë. Kështu që këtu s'kemi pse i lidhim, do me që a ka gjithë se kush mund bëhe vëlli komente, se këto gjëra, por nuk kemi pse i lidhim në aspektin logjik, që Spaku po sfidon gjykatën kushtetuese, kryeministrin, Spaku do ta bënte këtë. Nuk s'mund mos e bënte, ma do shkojë, është deputet. Ishte dënuar ta bënte atë, po është procedurë më. Avokat, preç të ndajemi me avokatin. Për tek saj, pastaj e fundit që them, e fundit që them është kjo, që jemi gjithnjë në një proces që ka të bëjë me fillimin hetimit po, ka të bëjë me hetimin dhe me gjykimin e një akuzë. Tu tani personi ka drejtet e veta, ka drejtet i ushtroj, ligji nuk e flak, si me thënë, edhe atë që ka vjedh, ose që akuzohet për vjedhje, e ka drejten e të mbrohet, të ndjek të gjitha rrugët e ankimimit dhe tjere, por kjo kështu është, nuk ka arsye për me e bo kaq madhe për mendimin tim. Avokat? Si vijon kjo gjithë ati? Dhe fundit nëse Unë mendoj që shpesh nuk është shumë e qartë për një pjesë madhe të publikut që drejtësia ka një lloj forme vetë rregulluese nëpërmjet shkallëve të gjykimit. Pra nëse do kishte vetëm një gjykatë do mjaftonte për dhënë drejtësi, ne nuk do kishim shkallë parë, shkallë dytë dhe gjykatë lartë. Më pastaj gjykatë kushtetuese. Fakti që një vendim i gjykatës shkallës parë ka marrë një formë, ose një prokuror ka një kërkesë dhe një qasje, kjo nuk e paragjykon vendimarrjen e as atij prokurori që do duhet miratuar në mënyrë të domosdoshme, as që kërkesa e tij do duhet të mos pranohet për arsye dhe shkaqe të tjera. Unë besoj që duhet pas pak më shumë besim tek sistemi, duhet të jemi më të paktën ne që praktikojmë ligjin në gjykatë në mënyrë të vazhdueshme. Zizim gjithmonë që vendimarrja duhet marrë bazuar në prova. Prova duhet jenë të qarta, të rregullta, të marrën përputhje me ligjin. Kështu që dhënia ose jo e miratimit e imunitetit, për mua do duhet që Komisioni i Deputetëve të përgatisë një raport bazuar, vetëm ata do kenë mundësi të lexojnë provat që janë të depozituara nga ana e prokurorisë posaçme. Nëse ato prova do jenë në përputhje me ato kërkesa që unë thash përpara, apo edhe zonja Lala përmendi në lidhje me intimidime ose me tentativa për prishje të provave, atëherë kuvendi do duhet të jepte miratimin dhe imunitetin. Edhe më pas gjykata vendos në fund fare nëse do jepet një vendim arresti ose jo, sepse edhe parlamenti mund ta ishte imunitetin, por mund mos kemi një vendimarrje nga gjykata për mas siguria e arrestit të burg. Duhet pak më shumë besim tek sistemi dhe shkallët. Drejtësia do kohën e vet për të marrë dhe nuk mund paragjykohet në vendimarrjen e vet. Qoftë prokuroria në kërkesat që bën, pra ne themi që a priori kërkesa e Spakut është e pabazuar, por në të njëjtën kohë themi që ajo do duhet pranuar në mënyrë të domosdoshme, pa e ditur se çfarë provash përmban, është po prapë abuzive dhe nuk është në kuadrin e në më të mirën e të drejtës. Avokat, nesër do të më shpjegoj dhe Lala se çfarë do ndodhë në parlament, që është procesi, po ju mendoni që parlamenti nesër do të marrë një vendim? Nesër se merr vendimin se do ta shtrojnë parlament. Komisioni çfarë bën? Çfarë është detyra e këtij komisioni nesër? Çfarë do bëjë? Harton një raport, në rast se anëtarët e komisionit nuk janë dakord, mund të bëhen dy raporte alternative dhe mund të ndodhi kjo që ke një raport nga ana e majorancës që mund të thotë për një qasje dhe anëtarët e opozitës të jenë një qasje të ndryshme. Dhe më pas lidhet seancë plenare dhe votohet pa diskutime, pa debat në lidhje me këtë raport komisionit, se hiqet ose jo imunitetit. Avokat, falenderoj shumë për ndihmën që sepse sot Kuvendi ka përjashtuar disa nga deputetët e opozitës, cilët janë anëtarë të komisionit të Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve. Pyetja e parë që shtrohet është, a do të jenë ata të pranishëm nesër në Këshill? Po flasim për ata të cilët se kanë zëvendësues, po flasim për ata të cilët janë të mandatuar. Gazbardhi thua? Po Gazbardhi etj me radhë. Pra kjo është pengesa e parë ose pyetja e parë që duhet shtrohet. Një, e dyta. Po ne s'vendosim dot për këtë apo jo? Si?
Vendosim gjene për këtë punë, jo. Jo, ne nuk vendosim, po ideja është që procedura mund të zvënsojnë, çështja është që mund të zvënsojnë deputetët të cilët nuk kanë asnjë lidhje apo njohuri juridike dhe mund të Nuk e kam përjashtuar gjithë. Qofse pastaj nuk vjen kryesorët lista. janë përjashtuar. E dyta që duhet parë është seanca do jetë me dyert të mbyllura. Dhe jo të gjitha dokumentacionet nuk janë vënë në dispozicion, pra është vënë vetëm relacioni në dispozicion të deputetëve, por nuk është vënë pjesa e materialeve që janë dërguar në USB, për materiale shumë voluminoze. Antarët e komisionit ose të këshillit, quaje si të duash, mund të kërkojnë kohë për të njohur me aktet, mund të shtyhet në një ditë tjetër mbledhja, sepse aktet janë voluminoze, mund të ketë 2 raporte dhe normalisht duhet parë a do të thras, pra në qoftë se dalin në 2 raporte, do pritet seanca parlamentare 19 janarit, apo do të ketë një seancë parlamentare të jashtëzakonshme për votim. Sepse ka shumë problematika që duhen parë, sepse kuvendi për 2025-ën ka qenë seanca e fundit ditën e sotme. Dhe vetmja mënyrë që të votohet është që të ketë një seancë të jashtëzakonshme për këtë çështje. Mund të ketë. Pas ka futur me. Tani, pra nesër, komisioni do mblidhet thoni ju dhe do të marrë një vendim të cilin ne do ta presim çfarë është ky vendim, e kupton se. Nëse ekspozohen provat për ata. Ta. Ato provat Tani, di gjithkush. Dhe për mendimin tim ka bërë shumë mirë, sepse këtu është bërë zakon, domethënë që i herë merr. Siguria ka kaluar pak spaku këtyre të opozitës. si Se po provat të gjasme që janë të mbyllura, se mua më vinë ca pjesë nga dosja në WhatsApp. Nëse është bërë një zakon. Ka rjedh pra nga kasaforta e jepen hallku, që i themi ne, jepen hallku të kush si merre, pastaj futen atë. Pse ato janë mbyllur aty dhe nuk lejohet dalin? Jo, më kanë dalë se kanë dalë dhe pjesë bile shu dhe mesazh që mos tentoni që të nxirrin se prishin provat. Se normalisht deputetët janë bërë më keq se gazetarët, kërkojnë skup dhe deputetët tani, e kupton? Tallesha. S'po tallem, e kam seriozisht, duket Po mirë, ato duhet të jepen atyre për të apo jo, se s'ka mundësi të mos jepen. Nuk është se këto do mbahen mbyllur, se këta do dalin. Zyrtarisht deri tani opozita po ankohet që s'na jep Edhe po i Niko nxjerr. Peleshi. I mban ndërkohë, derisa s'e ka dhënë Niko Peleshi, do i kenë rjedh vetë tatë spakut në gjë, derisa flet nga dosja po gjasme sekrete po Kupton që nga kjo gjë se po rjedhi. Spaku jemi vesh për para ty. Është lëshuar në gjë. Për të Ky është sport kombëtar këtë, po jo nuk marr vesh me thënë drejtë. Spaku po Ose janë vetë këta të PS-s grupet rivale që i nxjerrin, po pjesë e ajo do ndodhi. Grupet rivale janë më të ashpër në këtë rast bushat nga ndoshta. opozita, me sa di unë. Është bërë balt kjo që dalin informacione, lajme, hetime, shpërndahen ata pastaj se kush merr dhe i fut në atë gjykatën e madhe popullore. Në mënyra institucionale është më e mira. Ato do dalin, sepse mblidhet komisioni, është dhe caktuar e mbyllur mbledhja e nesërme, do ketë pastaj do hapen ato, se nuk mund mos hapen. Kështu që e rëndësishme është, janë provat ylli, këtu është gjithmonë thelbi, provat janë në zemreku i gjithë kësaj historie. Po s'ka prova, gjithat janë kot. Po ka prova, asnjë pengesë nuk Çfarë kushtesh gjendet sot Edi Rama dhe apo përplaset ai me spakun? Është për herë të parë se deri tani vetëm doktori ndronte mbiemrat e këtyre të gjithë. Kush do flasë? Jep fjalën kur dush ti. Po kush mendon më shumë që ta flas për këtë moment? Bushat, si e mendon ti? Unë mendoj që Edi Rama është një përplasje për herë të parë me spakun, nuk është përplasje për veten e vetë, është përplasje se ndoshta mund t'jetë herë e parë, nuk e di për çfarë faktorësh, spaku i ka bërë një gjë pa leje. Ndërsa këto 6 vjet ka bërë gjithçka me lejet e Edi Ramës, ndoshta këtu i ka bërë... Unë mendoj që Bushati këtu. Ndoshta këtu... Bile të dyja gjërat janë pa leje. Diçka pa leje. Të dyja gjërat janë pa leje, dhe kjo tjetër. Por... Për mua. Ndonjë të parë me leje. Po mund ta diskutojmë, është e kaluar. Sepse ne shfëtuam pastaj. E kemi diskutuar 10 herë. Po ti kështu si mendon ti shfëtuam. Po jo do ta hedh dhe këtë pyetje Do të më mirë, hidhe, dakor. Atë fakti... Ti do bësh atë punën tani që do thuash tenden. Dakor. Që presim ne. Jo, dakor. Po, Bushat. Dhe akoma unë besoj që Edi Rama nuk ndihet i fare i rrezikuar, se me atë në qoftë se këta e pezullojnë Belinda Ballukun, se shpërndaka tendera pa pyet komisionet tendere, me
të njëjtën gjë që lexuam dosje, që të njëjtën gjë bënte edhe Edi Rama, duhet pezullonin dhe Edi Ramën, po të përdorin të njëjtin standard për të njëjtën çështje. Pra Rama nuk është se ndihet për momentin, personalisht i rrezikuar. Por Rama ka një pushtet aq të madh sa jo vetëm s'do ta rrezikosh vetë, por nuk do që dikush të bëjë gjëra pa leje. Dhe kjo më duket ka shkaktuar këtë konflikt. Presh, Denis Pëse. Në fakt, Rama është ekspozuar si asnjë herë tjetër, është investuar më saktë për këtë rast. Edhe pak më parë dhe për Velien, por pak më parë nuk ka pas në investim të madhe, ka përqafuar atë qasjen që ka shoqëruar Partinë Socialiste gjithë kësaj kohë, që përgjegjësia është individuale, kush ka ngrënë kumbulla t'i mbaj për vete, kjo ka qenë, dhe kjo qasje në një farë mënyrë edhe i jep një lloj kreditimi asaj që thot Bushati se... Po, avokatin undam, faleminderit dhe të... Faleminderit shumë, po i thashun faleminderit. Avokat faleminderit, edhe të takojmë përsëri, hajt. Por këtu është ekspozuar dhe si palë. Unë kam thënë dhe herë tjera që është një lajm i mirë për Shqipërinë, që është krijuar logjika e palëve, e pushteteve të pavarura që ndeshën, fërkohen, edhe konfliktohen ngaherë. Pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor dhe pushteti legjislativ. Pra ne këtë shohim, kjo është një normë vendet demokratike, dhe mos habitemi që pala ekzekutivit kundërshton, përplaset, konteston, sepse ajo është e akuzuar praktikisht. Është hera e parë në histori që kemi këtë përplasje. Kjo është lajm pozitiv, domethënë që tregon se spaku, drejtësia po pavarësohet. Nëse dje mendoj se është bishti njëri dhe i tjetrit, tani po pavarësohet. Dhe kjo reagimi i Ramës është një provë e këtij evoluimi pozitiv të spakut dhe të drejtësisë. Përtej kësaj, pastaj edhe, sepse tani po shkon gjithnjë e lartë më lartë. Këtu do të parë, domethënë, cili ka qenë roli i Ramës në këto aferat për cilat akuzohet zonja Balluku, me ato që kanë dalë dhe me gjëra tjera që ne nuk i dim. Sepse bëhet fjalë për aferat të mëdha, të cilat nuk mund të mos jenë, nuk mund të mos përfshin spaku në qenit shumë i informuar kryeministin e vendit, janë shumë para, domethënë, janë para shumë, janë tendrat mëdhenj, nuk më rezulton që ministrat më kanë një pavarësi aq të madhe sa për çështje të tilla të marrin vendime, pavarura pa pyetur asnjë njeri. Megjithatë, këto janë dyshime që do t'i sqaroj hetimi i mëtejshëm dhe do t'i sqarojnë institucionet e gjykatës. Ajo që mendoj unë është kjo, që Rama është në dilemën më të madhe të gjithë historisë të tij si kryeminist. Çdo bëje Rama, çdo bën deputetet, do marrin ndonjë direktivë nga kryetari i Partisë Socialiste, nga kryeministri, apo do lihen të lirë për të gjykuar sipas mendjes tyre. Kjo është dilema, që nda një fije peri. Ai rrezikon në dyja rastet, nëse ai vendos që mos ja heq imunitetin, rrezikon që të humbas atë status e kalon drejtësi që e ka pas. Ose është pak ftohtë apo dim rresht? Ftohtë për Rama, për majoratë. Jo, është fjalën për studion. Se unë ankova pak. Se u ankova Klodi pak dhe unë jam detyruar të veproj. E ka drejt pak se filloj dhe mua. Rama është vërtet pozitë vështirë politike, kjo është e dukshme, derisa u vendos vetë përballë gjykatës kushtetuese për të marrë iniciativën politike dhe për të bërë atë padi që bëri, por çështja është që me këtë kamuflimin edhe me këtë ngërçin dhe me këtë kontraksionin që psoi gjithë çështja, duke kalu nga konteksti ligjor dhe penal në kontekst kushtetues, mendoj që i dha një bonus për ta interpretuar gjithë çështjen tani nga pikpamja politike dhe parimore kushtetuese. Prandaj jo më kot e theksova idenë që spaku diku gaboj që adresoj në këtë mënyrë, a adresoj nga padia, a adresoj se kështu e kishte strategjin të s'di ta them. Ndoshta adresoj edhe se duke është i bindur në atë që ka po bënë, dhe po e bënë për inerci dhe rrugës korrigjon veten e vetë. Po që ja qoj parlamentit.
Gaboj që ja ka qu parlament. Jo, do ta çonte në parlament. Do qëndë se s'bën më. Po, pra, po do ta çonte në fillim. Shte pashmangsh mojtë. Jo, Ai është deputet. Nuk po bëj diskutimin e tanishëm, po them, Spaku ndërmori një rrugë që bëri pezullimin nga detyra. S'kishte pse ta bënte. Bëri një gabim në të gjitha procedurat, për gjykimin tim, për vlerësimin tim. Pse? E para s'mund gjykosh dhe të vlerësosh ti pa fat të pezullosh dikë. Jep një afat, 3 muaj, 5 muaj, shtyje prap 6 muaj tjera. Po çdo me thënë kjo pezullon pa afat. Pra këtu hyrin në konceptin parimor kushtetues çështja. Pra kush je ti që nesër pezullon kryeministrin se kështu teket, s'ka rëndësi emri, mund të jetë Edi Rama, mund të jetë Sali Berisha, Ylli Rakipi e XY. Çështja është te parimi, atëherë këtu i dhan Ramës si bonus politik. Dhe ai po e përdor këtë. I ka shku në teritorin e vetë. Është çështje tjetër. Rama luan politikisht. Kjo është tjetër. Po aja është Rama në siklet është pyetja. Është tjetër gjë. A është Rama në siklet pra? E kjo është e pyetja. Deputetët nuk janë gjyqtar, nuk do marrin. Po nesër deputetët Do janë shqyrtojnë gjyqtar. provat, ato do i hapin rrugë drejtësisë, ose do mbyllen dhe kjo. Nesër deputetët i ke si gjyqtar. Prokuror do shkoj. Ja pra po ta. Ata kanë një. Ata diskutojnë. Ai nuk qohet. Nesër i ke gjyqtar, do pyesin prokurorët pse është kjo provë, si u doli kjo provë. Dhe ata do marrin një vendim praktikisht si trup gjyqësore. Dhe pse un kam bindje që do dalin 2 raporte, kam një ide që do dalin 2 raporte. Ideja është shumë e thjeshtë. Edi Rama nuk ka pse e dorëzon në këto kushte ku ka ardhur kjo përballje politike Belinda Balluku, nuk ka për ta dorëzuar. Për mua. Ka që thjesht më dakord, Ka që thjesht. Edhe argumentove dakord. Sigurisht po, Dhe po. Fal. Po kush është ai kryeministër që dorëzon zëvendës kryeministrin dhe pushtetin ose t'japi bonus? Ku ka ndodhur? Jo më let vjedhi më vlla, po. Jo, pra po s'është kështu konotacioni. Nuk është ky është konotacioni. Edhe unë po të mpikonte në gjë mu dhe unë do thosha let vjedhi vlla se shumë e thjeshtë. Deduksionet e tua janë bardhëzi. Unë nuk mendoj që unë po flas interpretim politik. Nëse ty duket që unë po them që let vjedhin, kjo është punë. Edhe unë them që le mos ta lëshoj më dakord. Unë po të them, interpretimi im është ky, ai ka hyrë në një betejë ku i është cënuar pushteti vetë. Do ta lëshoj pushtetin apo do ta mbroj? Unë them do ta mbroj pushtetin. Nëse ai është pjesë. Duke vjedhur. Dakord. Është tjetër gjë. Si është pjesë e aferës? Nëse është pjesë. Si e provojmë ne që është pjesë e Jo, aferës? s'po, Pra, nëse- e mori ai Ergyz Agasin i tha, o Gyso, dëgjoj me e çik peng këtë, si kishte ky, o Klodi ndihmo pak me këtë që ka Edhe marrë ti peng po se bëni harrova pozit- emrin. Geron Meçe. Me e çik këtë Geron Meçen, o vlla, me e çik këtë edhe kemi pjesën e dytë atë, çojni te flasim pyllat. pjesën e Po tani, parë. kjo puna po e ta bëjmë si lapjovra kështu tani, ta fusim Edi Ramën, ta bëjmë si kamorist. Por i E hapë. bëjmë hajde ta bëjmë. Po ama ka një I hapësh pak fal, në të Diana. parë që Tani thotë hapësh, Rama ondo, ka një të gjuhë thosë të duke ndryshme shpall dhe ka një fajtorë. sulm frontal ndaj E disa qef kam ta shoh Ramën si kamorist apo jo, se dhe i rri. lutem, pa se hapësh tu po rrugë bëjmë një drejtësisë. diskutim parim, të kërkoj shumë ndjes. Okej, vazhdo. Hapësh rrugë drejtësisë, që të vazhdoj punën, nuk je duke shpall fajtor. Ja ka hapa, s'kemi pak me drejtësi, thotë ai. Shumë thjesht ajo zonja t'jep të Kemi tërheqin. asnjë punë me drejtësi. Si që japin në tërë botën. Mos më hyn kompetencë, thot, tjetër. ti bëje etoje, gjykoje, çoj edhe në burg. Kjo është, e diti se, a le që i ban llogarit vete, i parë me këte, po të bëje këte, humbet gjithë atë, që me thënë, namin e kalorësit të drejtësisë re, të kalorësit të... Ai mburret me statistika, më është si Spaku, konkuron me Dhe Spaku. rrezikon shumë, ta më dish... Unë flas me statistika, thot ai. Ne kemi heq, thot, kemi dorëzu, thot. Ne kemi lënë drejtësinë veproj, thot ai. Po e Po, dënoi por ama nga drejtësia. ana tjetër, zoti Rama, në rastin konkret, po sillet tërësisht ndryshe. Sepse për herë të parë, ne kemi një procedurë tenderuese, që unë besoj, ose mësa kam bindje, që nuk mund të bëhej pa miratimin e kryeministrit, si që është tuneli Llogaras, një. E dyta është një procedurë koncesionare. Për të marrë një procedurë koncesionare, ju jeni gazetar, jeni dhe jurist një herazi, e dini shumë mirë që nuk kalohet dot pa kaluar në Këshillin e Ministrave. Pra do të thotë që Zoti Rama i trembet një reagimi ndaj vetes së vet që ka këtë lloj qasje në sistemin e drejtësisë. Te tuneli Llogaras, kot, që ta diskutojmë se është ka pafundësisht shkelje. Jo, ku është? Ja ta shpjegoj shumë thjesht. Është shpallur tenderi? Është fituar nga një kompani shqiptare? Jo. Të lutem, po të lutem pra tani s'është në dokumenta. Nuk është fituar. Nuk është lidhur kontrata, është fituar, është për... Po të lutem pra, është përfunduar. Gjoka Konstruksion, është me dokument. Jo, ka dhënë ofertë më të vogël, është Jo, pra e ke shumë gabim, e ke gabim, është anulluar, nuk është lidhur kontrata, sepse është anulluar. Ofertë më të vogël, ka fituar. Po më lër ta mbaroj deri në fund. Informojmë Sepse gabim. nuk është korrigjim, është saktësi nëse do të Është anulluar tenderi i parë. Po është anulluar pra. Po është anulluar pra, sepse nuk e doni 140 milion. Po duhet i lexosh ato komunikimet Denis, të lutem. Po nuk i qartë. Ka dhënë ofertë më të vogël. Për të mos bërë kakofoni. Pa bërë kakofoni. Atëherë,
kompania në fjalë tenderi është anulluar, është bërë vizita e zonjës Balluku dhe zotit Rama në Turqi, dhe sa po janë kthyer, 10 ditë më pas, urdhërohet e Viz Berberi hap procedurën tenderuese, fitohet nga kompani turke. Po kush e tha që jo, po si u rritën 50 milionë euro? Veprimet e fundit të SPAK. Kush e tha? Si stop? Po ky është fakti i pakundërshtueshëm. Është 190 milionë euro. Oferta tavan është po e njëjtë në të dy tendrat? Jo, as pak nuk është e vërtetë. Dhe e dini kush e ndërtoi tunelin? E dini kush e ndërtoi tunelin? Gjoka pra gjoka. Po përzihen gjërat pra, po përzihen gjërat. Ylli ta nuk përzihen fare gjërat. Jam shumë i qartë në ato çfarë po Ore, flet. këta le kod zjesh o klot se këta në qelibar, mo këta sprekin që me dorë. Jo, është qelibar lloku, jo. Tani zoti Rama është në Kjo që ti e nje me Zoti Rama është në një me Klod në shpëtove tani. Ore, zoti Rama vjen me zor gjokës fituese, po nuk e ka fituar për zotin. Ka dhënë ofertë më të vogël, janë dy gjëra ndryshe. Nuk e ka fituar. Denis, të lutem. Nuk kam prekur Të lutem, ka një problem shumë madh. Ti vetë e kupton që zoti Rama është në vështirësi për shkak të gjuhës që përdor. Se ku është Rama s'mi intereson. Fakti që SPAK-u ka vajtur tek paradhoma e kryeministrit tregon që flitet për një nivel të lartë të korrupsionit. Tjetër gjë kjo fare. Denisi tha Rama është ngritur se i dha bonus SPAK. Veprimet e fundit SPAK duket se janë shumë I dha bonus. Mirë, hajde bëjmë cirk. Është më lartë se kur Denis, jo, po ta sqarojmë të mendje kanë, vazhdojmë. Do e lëm gjokën fituese, lëm, hajde ta lëm. Ka gjoka në Po e tha Klodi që ka fituar tenderin e parë. Jo, po s'është e vërtet kjo. Të lutem, mund ta sqarojmë sepse është njoftimi zyrtar edhe ta sqaroj për atë. Po tani, në qofse është çmendur, është anulluar procedura tenderuese, është në aktakuzën e zonjës Balluku. Dhe është rritur herën e dytë, është 50 milionë euro. Po në momentin që anullohet nuk ka. Paroj filmi, pra s'ka fitues. Po nuk ka tender. Dakor, ti gëzoni na fali që flasim ne, ti gëzoni ato 50 milionë euro. Atëre mbetet fituesi. Po jo pra jo kush e tha. Kur anullohet një gjë, mbetet fituesi njeriu. Mbetet ose jo fitues, është rritur fatura me 50 milionë euro. Jo, prap, gabim. Dhe kjo e shqetëson kryeministri. Është po i njëjti tavan, më po i Po njëjta mos zotëria ashtu lexon ti, unë lexoj miliard më pak. Është vetëm 2 miliard më pak. Atëherë, çfarë shqetëson zotin Rama është pikërisht fakti që fotoja e zotit Rama me zonjën Balluku dhe me biznesmenët turq që kanë fituar tenderin për tunelin e Llogaras, është një foto që pasi ka filluar hetimi është dukur edhe nga rrjetet sociale dhe ky është fakti pakundërshtueshëm. Pra zoti Rama friksohet nga një hetimi mundshëm ndaj tij, prandaj po e bën këtë betejën dhe është një vështirësi në këndvështrimin tim. Nëse doni dokumentat, vim të njëjtën tjetër me Denisin, hapim letrat edhe i lexojmë. Të tjetër kemi temë tjetër. Do më falë ta them pak se nuk e thash dot asnjëherë. Thuaj Denis dhe këtu mbaron ky moment se ta sqaroj pak sepse bëhet një kakofoni. Kemi 2 tendera për të njëjtin objekt, të ndryshëm. Kompania e fundit në garë që ka dhënë ofertën më të vogël është Gjoka Konstruksion 140 milion. Nuk është fituese, ka dhënë ofertën më të ulët. Tenderi është anulluar. Tenderi bëhet, del një kompani tjetër që jep ofertën më të madhe, që është pak më e ullët se tavani. Debati tetorit, o vlla. Dakor, po bëheni. Po e hapi zonja o burr dhe ky po sot shihesh konkretisht. Tani çfarë themun shkret? Se themi Gjoka ka fitu. Ktu ka i problem, valla, po bëjmë çorap publikun. Ta lëm Gjokën fituese, okay. Unë mendoj që me ato që kam lexuar, Gjoka nuk ka fitu, ka dhënë ofertën më të vogël. Te tenderi i dytë Gjoka s'ka qenë fare. Ka fitu firma turke, atëherë firma turke thot, me këtë do ta bëjun që të fitoj kur ka merë si vinë dhe thot, kjo firma shqiptare bërë për 120... Ki marrin në kontraktor gjithmonë shqiptarët. Një kontraktor, kush është... Në kontraktor marrin gjithmonë shqiptarët që i urasin më pak. Kjo s'ka pik dyshimi. Po kush është logjika antisens këtu? Po s'ka, nuk ka logjika. Po e sqarova për kaq që kisha. Po mirë bëre. Tani, veprimet e fundit SPAK duket se janë shumë më të guzimshme se 3 vitet e fundit, Bushat. Dhe duket se kur ka një trimërim të madh që sa vjen dhe rritet. Dhe mua më duke si kur e ndjenjë tani dhe këta, edhe Rama e ndjenjë këta, që nga diku i vjen kjo. Goditje se ndryshe, ky vend ishte shumë e thjeshtë për të rregulluar. Mund të rregulloj edhe në 3 javë. Këtu edhe unë mendoj që po e ndjen. Dikim faktorëve të huaj. Po e ndjen dhe asnjëri s'ka fakte, gjithë kemi me hipotezë, se dihet që shihet ose ndihet që është thyer diçka nga marrëdhënia 6 vjeçare e pushtetit me SPAK-un, dhe pikërisht mënyra se si po sillet Rama tani e kupton të gjithëve ne bashkë çfarë debilash na kanë nxjerrë nëpër studio që kemi diskutuar një muaj radhas, jo o vllash ka Balluku me presh në duar apo jo, po kemi diskutuar
apo bëhet puç kushtetues, apo i vidhen kompetencat kryeministrit. Tani nesër do kuptojmë që gjithë ky ka qenë debat fake, se edhe tani që është kushtetuese, kërkimi e heqjes imunitetit ta prapë s'do lëshojnë. Pra çfarë na kanë hedhur tullumbace një muaj, kompetencat grushti shtetit, po vendosin ministra pas zgjedhje, po zhdukin ministra pas zgjedhje, pikrisht ka pasur këtë lloj frike, gjetjen e një artifici që mos dorëzosh një bashkëvjedhse. Dhe kjo është e para, kurse e dyta është kjo, prandaj thash unë po merremi shumë me çështjen juridike. Ore, ka një princip real. Boll të dalin ato përgjimet. Lali çoja tenderin këti, Lali jepja këti, Lali ma zhduk këtë kurvën, Lali na ka dhënë urdhër palloshi gjatë. Në një vend normal, po nëse jemi vend normal, sënë kryeministri ikën. Pra, gjithë ky debat është një debat i sponsorizuar për mos thënë këtë gjë kaq thjesht, që një demokraci dhe kur si e fajtor me vendim formës prerë, kur dyshohesh se je me presh në duar, shko në shtëpi dhe mbrohesh para drejtësisë si njeri i thjesht, pa atribute, pa imunitete, pa makina me gjirofare, çfarë quhen ato. Problemi është që këtu, nga që nuk duam të bëjmë debat normal, i kemi hyrë këti debati tani, kryeministrit ju vodhën kompetencat, grushti shtetit, u ngritën një Nëse Spaku i ka provat. Nëse Spaku i ka provat. Dhe gjykata i konsideron si prova. Bushati iku nga pyetja. Bushati nuk iku nga pyetja. Bushati të tha, është pikrisht ajo që the ti, pra që ka një faktor që ja kanë nxjerrë Ramës lojën nga shinat ku e kishte, dhe prandaj Rama po sillet në një mënyrë të ndryshme nga 10 vitet e fundit. Pra, ndryshon asgjë në objektin e çështjes, qofse provat janë. Gjykata i çmon që janë prova, ajo do shkojë atje ku e ka vendin. Jo ajo, po çdo kush. Pra nuk e ndryshon masa e sigurisë provën që është konsideruar, është marrë, është në dosjet e prokurorisë dhe do shkojë për gjykim. Nuk ndryshon asgjë, kjo çështja që ne merremi, do ja heqim mandatin, s'do ja heqim mandatin, pse kjo është çështje që i ka shku për shtatë Ramës politikisht. Unë mendoj që kjo nuk e bllokon dot Spakun. Në çdo mënyrë të përpiqet Rama, edhe gjithë deputetët e Ramës, jo 83, po 168, 178, 200 deputet me qenë. Pra prova është e patjetërsueshme pushat. Qoftë është e dosja, nuk ndryshon. Po të ecë me logjikën tënde, Rama dhe këta 160 deputetët, që kanë debil që po bëkan betej me mullit e erës, se historia do ndjeki rrjedhën e vetë. Po patjetër, pse çfarë e pengon historinë? Historia ligjore. Atëherë janë idiot këta, po bëjnë veprime pa, dakor. Di se çfarë janë ata vlla, ata do bëjnë betejën e vetë se janë politik. Po do ta shpjegoj skenën si njerëz idiot që luajnë pa qëllim, dakor. Unë nuk kam epitete për ata, sepse kam një vlerësim më të rëndë se sa ty, po nuk e kam për ta thënë publikisht se nuk du të bëj show me epitete. Unë them njerëzit që janë politik kanë qëllime, arrin si arrin është gjë tjetër. Ata janë politik për bërë politik. Që mos e dorëzojnë ballukun dhe kjo është hapur. Ti thu kjo s'ka rëndësi se ata do e marrin po pati provë. Drejtësia s'ka rëndësi çfarë bën Rama. Rama ka punë vet. Drejtësia ka. Alon dhe preçi dhe ikim nga kjo. Pyetja është që është duke sigur Spaku po guxon më shumë atje, kjo është e pyetje. Kjo ka dy shpjegime që janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Shpjegimi parë ka të bëjë me vetë Spakun, sepse nga duke kaluar koha, Spaku ka ardhur duke konsoliduar. Nuk mund të pretendonim ne që Spaku që nisit kishte rezultate që ka shënuar kohë pas kohë. Dhe puna Spakut vetë ka ardhur crescendo, prokurorët atje kanë fituar një vetdije të re për misionin e tyre, dhe kjo është shpjegimi i parë. Pra Spaku vetë po konsolidohet, po forcohet. Shpjegimi i dytë ka të bëjë me një pyetje që do të bëjë gjithë elita politike këtu, por nuk e ka bërë tamam, që që ndodhi me këtë ndryshimin e pushtetit në Amerikë, me ardhjen e Trumpit, se këtu gjithë ishin përgatitur që tani SBA-ja s'ka më punë as me Spakun, as me drejtësinë, as me Shqipërinë. Pra këtu gjejmë përgjigjen e dytë sa që ndodh. Që po bën punë të madhe edhe Trumpit, edhe qeverisja e Trumpit.
Pra, administrata amerikane dhe zyrat që mbulojnë Shqipërinë, ajo pjesë që mbulojnë Shqipërinë, Departamenti i Shtetit, është këtu me pranishëm së më parë. Pra ka vazhduar të njëjtin politik të mbështetjes së luftës kundër korrupsionit dhe për luftën kundër pandishkueshmërisë, një lloj si administrata e mëparshme, por këto republikanët kanë një specifik, që janë ma decizionistë. Nuk i bjen nga Kina me të butë, po këtyre kur mbushet mendja, i bjen drejt, si duket i kanë ra drejt, dhe janë aty bashkë me Bashkimin Evropian për të garantuar vendosjen e ligjit, për të garantuar që në Shqipëri triumfoj duke si parull që askush nuk është mbi. Në fund kanë marrë vendim të atë preç që të na shpëtojnë. E kanë marrë këtë vendim pas 35 vjetës që kishin marrë vendim, jo për shpëtimin tonë. Vendimi që kanë marrë është që të shpëtoj Shqipërinë nga kasta politike plurale solidare që e ka shkatruar atë dhe ka ngritur në sistem korrupsionin dhe pandishkueshmërinë që janë gangrenet e demokracisë dhe më shumë se kaq i bëjnë vulnerabel ato dhe duke i bërë vulnerabel i bëjnë kapshëm nga fuqi armike të Shqipërisë. Tu në ndajem unë me mendoj që s'është fare ky faktori që ne gjithmonë shohim një faktor madhor që na udhëron. Kush është? është faktori normal i rrjedhës normale, pra rrjedha normale, ta prokurorët po marrin edhe po kuptojnë që kanë një pushtet në dorë për ta bërë këtë gjë. Të dyja thashë, të dyja. Dakor, unë peshoj te kjo, nuk peshoj te ajo tjetër. Ata thjesht mund ta mbështesin duke penguar, e suportojnë, po jo se janë ata gjeneratorë kryesor. Fuqinë e krimit në Shqipëri, fuqinë e pushtetit politik, fuqinë e kastës korruptuar që kanë para, kanë media, kanë kriminal, kanë grupe kriminale, si du bëga kjo me 10 veta aty? Bëhet edhe me 2 veta. Jo, bëhet me ato 10, orë në mështetje. Kjo e dyta është preç. Do me thënë, unë kam ja 6-7 burimet paktën, që ambasada amerikane këtu ka thrit mbi 10 veta për të vërtetuar si të dërguarit e Belinda Ballukut kanë kërcënuar në shtëpi prokurorin Prençi. Dhe kanë bërë raport për këtë punë. Tani, dhe këtu vim ke... Thut mos jenë ata, po ti du me hekë një aktor të madh nga loja. Tu vim ke pyetja numër 2, pa maturimin real të SPAK-ut dhe ka vendosur ambasada që tani është radha e Ballukut, kemi drejtësi apo s'kemi drejtësi? Jo, nuk është radhë. Nuk është radha se vendos kush. Ajo vjen natyrshëm. Pra mua mund bëhet qefi shumë që Ballukut shkojnë burg, po ma futën amerikanët, s'jam dakord. Radha vjen natyrshëm, zoti Bushati. Radha vjen natyrshëm, nuk ka radhë, ka çështje, ka dosje. Kjo është një keq kuptim edhe spekulim që është bërë për gjatë gjithë këtyre viteve që... Po dosjet kanë, po ti shofësh data dosjeve kanë nga 5 vjetë. Edhe kjo që do bëjmë pjesën e dytë e akshit dhe kjo. Dhe vjen një kaubojs dhe thot, y gjymë quna tani dhe këta me njerë vërsullen. Aq më mirë. Ata s'kemi drejtësi. Jo, kemi ata... Po erë njëri këshu preqë dhe regulohet... Se Shtetet e Bashkuara i kanë bërë Shqipërisë një shërbim që është në lartësinë e shërbimeve të mëdha që i kanë bërë që nga Wilsoni me reformën drejtësi. Nuk bëhet ndryshe. Gjose ju mendoni se bëhet ndryshe, tërhiqem unë. Shqipërisë dhe Armenisë njëkohësisht thuaj. Se presidenti Trump është nga qamë me Armeninë. Po Trumpi nuk është këtu fare, nuk futët. Jo, nuk thema jo. Futët Shteti Amerikan, politika... Trumpi shkretesh në Sazanë, të shpunga këtu. Tani... Atë se di. Unë mendoj që proces është tani, vazhdimisht me Bushatin e themi këtë frazën, që proces dhe ne do të vazhdojmë. Dhe të rjedhë. Si kundër se kemi për këto pikturat e gjithë, Zoti Dunja dhe Zoti Preç, faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe juve, kënaqësia ishte. Dy kolegët e tjerë do të vijojnë të qëndrojnë dhe do të... Misha përgatit shumë thellësisht dhe për akshin, po... Po kemi Zotin Agron Sheaj, që nuk lëgji pa thënë. E mbulon ai akshin. Dhe, po, dhe... Ti ndajmë tani që të vinë... Sektorët, oke. Sektorët. Faleminderit atëre dhe... Publicitet rikthejmë njerë.